Kërme paslimit njofton opinioni publik, se në tonë se është nështruar një kontratë shtesë për shërbime sipërfaqësore me vlerë prej 1.5 milion euro. Kjo nuk është zgjidhja kërkesave tona thelbësore, nuk është zgjidhja. Dhe nuk e ndalën për shkallëzimin e grevës. Theksojmë se kërkesat tona, që që thamë mëngjes, mbeten qarta dhe pa lehtësueshme. Pagesa borxhit 5 mujor nga Komuna Prishtinës të Kërme Pastrimi, e cila është jetike për pagat e 900 punëtorëve dhe funksionalizimin normal të ndërmarrjes. Në shkrimi urgjent i kontratës bazike për shërbimet të rregullat të grumbullimit të mbeturinave në Komunën e Prishtinës, zgjidhja e statusit të ndërmarrjes përmes një marrëveshje të qëndrueshme dhe afatgjate që garanton mbështetjen institucionale dhe financiare, ndërprerja kontrata me operator privat që ofron shërbime paralele, cilat po dëmtojnë funksionalizimin dhe të ardhurat e ndërmarrjes publike, konsultimit të detyrueshëm me Kërme Pastrimi për çdo vendim që prek fushën e operimit dhe saj në territorin e Prishtinës. Gjithmonë të pas parasysh që sindikata pjesë e gjitha marrëveshjeve. Gjithmonë. Respektimi i dinjitetit dhe të drejtat të punëtorëve dhe trajtimi me përgjegjësi institucionale. Pa përmbushje këtyre kërkesave, greva vazhdon. Okej. Mone